personalisht nga gjykata lart deri në gjykatën supreme dhe me 17 dhjetor të vitit 2017 gjykata supreme ka vendosur që të gjitha ata persona të cilët kanë mashtruar si qytetarë e Kosovës, qeveria britanike duhet të ketë një proces të qartë se kush duhet të heqë shtetësia dhe kujnot. Prandaj në Britani ka një ligj shumë të qartë dhe një politikë të qartë të Home Office, Ministrisë së Brendshme, se kush nga ata që ka mashtruar do të përfundojë me heqjen e shtetësisë dhe kush nga ata do ta mbajë shtetësinë britanike. Më thënë ka një ligj të qartë, nuk është merit e kryeministit të Shqipërisë që sot mas kaq vitesh, do të thosha 7-18 vite që ky proces vazhdon, të thotë që të ndryshoni identitetin e atyre shqiptarë që kanë mashtruar se janë nga Kosova, por janë në fakt nga Shqipëria. Kjo faktikisht është një dimension që dy qeveri mund të krijojnë arrijë marrëveshje, por do të ishte një precedent shumë i rrezikshëm për shumë kombësi të tjera që mund të ketë bërë një vepër të tillë po ashtu, dhe qeveria britanike imagjino çfarë presioni të fortë mediatik do të kishte për ta bënë një gjë të tillë. Procesi faktikisht thjesht ligjor dhe zgjidhet në mënyrë ligjore dhe precedentet, instrumentet ligjore janë në vend për çdo shqiptar i cili përballet me një fenomen të tillë ose me një letër nga Ministria e Brendshme që do t'i heqin shtetësinë britanike. Procedurat e qeverisë britanike janë shumë të qarta dhe nuk ka vend për ekuivok. Nëse një shtetës i të tillë i cili është deklaruar si i Kosovës dhe rrjedhimisht ka dhe atë dokumentat të Kosovës i hiqet në shtetësia britanike, kjo nënkupton automatikisht kthimin në Shqipëri, deportimin, apo futje në procedura të marrjes shtetësisë britanike nga fillimi, po them? Procesi është i tillë që qeveria ka caktuar disa kategori njerëz se kush mund ta humbë shtetësinë britanike. Ata persona që kanë marrë shtetësinë nga viti 2003 deri në 2006 kur qeveria laboriste në atë kohë Tony Blair ishte në pushtet, domethënë dha një amnesti dhe tha të gjitha familjarët kado që ishin nuk do të mund të deportohesh në vendet e veta dhe morën leje të përhershme qëndrimi në atë kohë dhe gjithë janë bërë british. Ata fëmijë që kanë qenë nërmosh, fëmijët e tyre asnjë nuk do ta humbin shtetësinë britanike, por do të kthejnë identitetin nga Kosova Shqipërisë. Gjithë ata familje që kanë marrë me shtetësinë me amnestinë familjare të këtyre viteve nuk do ta humbin shtetësinë britanike. Ata persona që kanë përfituar statusin e refugjatit në kohën që kanë ardhur duke thënë drejt për drejt se jemi refugjat nga Kosova dhe na kërcënohet jeta në Kosovë dhe kanë marrë shtetësinë, atyre ata janë subjekt i heqjes shtetësisë britanike. Në fund të procesit, në qoftë se një personit i hiqet shtetësia britanike, atëherë qeveria britanike në bazë të vendimit të gjykatës supreme të vitit 2017, të cilën e kam pas personalisht, e kam mbrojtur, në bazë të atij vendimi, atëherë qeveria është detyruar të marrë vendim të menjëhershëm që t'ju jap leje qëndrimi për 2 vite e gjysmë dhe 4 herë aplikime nga 2 vite e gjysmë, marrin lejen e përhershme qëndrime dhe pas 11 vitesh u lindë drejta përsëri të aplikojnë për shtetësi britanike në identitetin e tyre të vërtetë. Domethënë kjo është një procedurë që është shumë e qartë për Britaninë dhe emigracionin aty. Qartë. Avokat, të falenderoj për shpjegimin edhe për opinionet. Ishte kënaqësi. Falenderoj shumë nga zemra. Ishim me avokat Naim Hasanin nga Mbretëria e Bashkuar e Britanisë Madhe. Folëm në fillim për procesin politik të zgjedhjeve të 11 majit, ku ai ishte garonte nën siglën e koalicionit Euroatlantik për situatën e opozitës, si dhe për çështjen e emigrantëve dhe takimin midis dy kryeministrave, atij shqiptar dhe atij britanik në 15 maj në Tiranë. Ne tani do të shkëputemi. U shkëputëm edhe u rikthyem për një tjetër çështje shumë të ndjeshme që është pikërisht pjesëmarrja e Shqipërisë në Eurovision ditën e shtunë vetëm 2 ditë më herët. Vlerësimi i jashtëzakonshëm që pati në mediat ndërkombëtare, performancë e vlerësuar gjerësisht si e jashtëzakonshme e shkëlqyer, por fund votimi i jurisë se publiku e bëri detyrën e vet dhe na votoi goxha mirë, po themi, vlerësimi për të dëshiruar nga ana e jurisë dhe përfundimi i Shqipërisë në vendin e 8. Që për hir të së vërtetës nuk është një vend i keq, por që krahasimisht me performancën e shkodrës elektronike, ne si shqiptar normalisht që prisnim shumë se aq. Unë kam kënaqësinë të kem në lidhje të drejtë për drejtë gazetaren e kulturës në radio televizionin shqiptar Katerina Kule pikërisht për të folur për këtë çështje. Katerina, shumë kënaqësi që jemi bashkë.
Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Tani, për ta nisur dhe për të mos të marrë dhe ty shumë kohë, çfarë e bëri kaq të veçantë dhe të bukur performancën e Shkodra Electronics, Shkodrës elektronike në Eurovision? Shkodra elektronike ka punuar shumë për të dhënë një performancë të shkëlqyer, të vlerësuar gjërësisht jo vetëm nga publiku, por edhe ai ndërkombëtar gjatë gjithë kësaj kohe. Në fakt, unë e kam ndjekur që kur Shkodra elektronike fitoi në festivalin e radio-televizionit shqiptar, ku ajo triumfoi, dhe në fakt ka qenë një publik dhe një aprovim i publikut që në atë moment duke qenë entuziast, duke u ngritur në këmbë, duke brohoritur dhe duke kënduar në të njëjtën kohë me Shkodrën elektronike. Që nga ai moment dukej se rrugëtimi i dy artistëve do të ishte i suksesshëm dhe që aty kuptuar këtë herë në Eurovision e po shkojmë me një këngë të denjë dhe me dy artistë të denjë. Kështu që i gjithë rrugëtimi nga ai moment ka qenë i pritshëm. Edhe në rrugëtimin që ata kanë pasur në për turne në Europë gjatë kësaj kohe, por edhe gjatë 2 javëve të fundit, ku ata kanë qenë në Eurovision, në Basel, për të ndjekur provat e gjithçka para përgatitjes për festivalin e 69 Europian të këngës. Sidomos ai kërcimi ishte shumë i veçantë. Si e ka emrin ai kërcimi Voguing, në mos gaboj se si jam shumë i qartë tani. Kërcimi karakteristik ka pushtuar rrjetet, madje pashi video që po u mësonin fansave aty në Zvicër gjatë provave kërcimin, diçka e tillë shumë interesante. Jo vetëm fansave, po edhe prezantues të ndryshëm, moderator të ndryshëm e publik janë përfshirë, madje dhe artistë të tjerë të vendeve evropiane që konkuronin në Eurovision. Janë munduar që të mësojnë pak nga ato lëvizjet naturale të Beatrices, të cilat në fakt jehuan kudo. Shumë e vërtetë dhe shumë e bukur. Tani, edhe mediat ndërkombëtare, sidomos Deutsche Welle, paktën çfarë më mendon ka bërë një shkrim që ka thënë që merrni shembull nga niveli i artistik i performancës së Shqipërisë. Influencer të shumtë e kanë vlerësuar jashtëzakonisht shumë performancën e Shqipërisë. Ai kroati me mbiemër Bosnjak më duket se kështu e kishte mbiemrin. Ka pasur media të ndryshme. Edhe CNN ka bërë një shkrim duke renditur të parën në Shkodrën elektronike dhe Shqipërinë në sondazhet që ato realizuan, duke dhënë edhe duke shpjeguar dhe arsyet sepse duhet ta fitonte Shkodra elektronike. Mediat greke kanë komentuar pozitivisht për Shkodrën elektronike që nuk është shumë shpesh dhe mediat e greke të komentojnë pozitivisht për ne. Në këtë rast, me përfaqësimin e Shqipërisë në Eurovision, e morëm dhe këtë komentin pozitiv, por gjithashtu dhe mediat italiane i kanë dedikuar një minutazh special Shkodrës elektronike dhe Shqipërisë duke po themi përbledhur të gjitha elementet jo vetëm të këtyre dy artistëve, por edhe të këngës, sepse në fakt është kënga ajo që ka jehuar edhe ka bërë për vete të gjithë, jo vetëm performanca, përcimi, veshja, sepse dhe këto ishin elemente të cilat ranë në sy përgjatë paradave të ndryshme që u zhvilluar në Eurovision pak ditë para festivalit. Mirë, vlerësime nga gjitha anët, por vendi 8 ama jo vendi parë, siç pristim jo vetëm ne shqiptarët, por dhe shumë të tjerë, të paktën nga vlerësimet. Si e komenton rezultatin, Katerina? Unë mund të them që edhe vendi 8 për ne ishte një vend dhe është një vend dhe një pozicion i mirë. Mos harrojmë që Festivali Evropian i Këngës ka elemente shumë të mirë. Kishte prurje shumë të mira, ashtu sikurse çdo vit edhe këtë vit. Megjithse morëm vetëm 40 e pak pikë nga juria, mos që vlerësimin e publikut e kishim deri në fund, duke qenë një nga shtetet më të vlerësuara me 173 pikë nga publiku. Kështu që është një luftë e egër atje, është një garë e fortë.
edhe ne jemi në 10 më të mirë, po të harrojmë që vende si Spanja, si United Kingdom, apo dhe vende të tjera të mëdha mbetën pa u futur në 10 më të mirë, kështu që ne duhet ndihemi me fat, duhet ndihemi krenar për përfaqësimin tonë, edhe sigurisht që ne prisim fitoren, prisim një mirë, por edhe vendi tetë është një vend i keq. Përkundrazi, jemi në 10 më të mirë. E di çfarë më kanë thënë njerëz të ndryshëm që ishte shumë e thjeshtë, po mua s'më kishte vajt mendja. Sa i takon vlerësimit publikut, thjesht kanë votuar emigrantët shqiptarë, më kanë thënë. Meqense ne kemi shumë emigracion, edhe kemi shumë diasporë dhe thjesht kanë votuar për Shqipërinë. Apo nuk qëndron kjo. Edhe ata kanë votuar, sepse është bërë dhe një për shembull, po të shikosh pikët maksimale i ka dhënë Greqia, mos gaboj 12 pikë të publikut, domethënë ndoshta gjithë emigrantët shqiptarë në Greqi. Po mirë, ne prisim në fakt edhe vendet shinjet na votonin, megjithatë në teatrin se ne jemi mësuar. Gjithsesi, unë mendoj që e morëm vlerësimin e publikut, dhe sigurisht që kanë qenë edhe shqiptarët që jetojnë në diasporë. Mos harrojmë që ka pasur dhe fansa të tjera në Shkodra elektronike. Ata janë një grup artistësh të cilët prej vitesh jetojnë në Itali, kështu që kanë atje fansat e tyre dhe sigurisht fansat të tjerë të cilët i kanë krijuar gjatë kësaj periudhe që ata janë njohur apo gjatë rreut të tyre. Ata janë artistë të cilët marrin në tyre në festivalet me këngës ishte thjesht për të njohur me njerëzit, por nuk edhe për ata shumë wow, dhe madje me 20 maj ata do të sjellin për fansat e tyre dhe albumin e parë. Albumin e parë me disa këngë. Ky që nga lajm shumë i bukur. Po, kështu që ata për ta karriera vetëm sapo ka nisur, edhe gjërat e bukura e gjithçka tjetër që ka të bëjë me karrierën sapo ka nisur. Nuk e di se do të thoja që se kishim menduar që emigrimi masiv ka dhe një të mirë, që shkojnë shumë shqiptarë jashtë dhe mund të votojnë kur konkurrojmë në kompeticionet ndërkombëtare. Megjithatë përtej kësaj, a u përfshive ti Katerina vetë në polemikat që ngjalli vendimi për Shqipërinë? Polemikat e brendshme, po them. Artistë të ndryshme, media të ndryshme, shprehen indinjat, patën reagime publike, nuk e di ti u përfshive dhe si tu duke gjithë kjo? Është e pasmangshme kur je pjesë dhe kur je aty brenda, megjithatë jam pak realiste dhe ftohtë, duke menduar edhe duke parë të gjitha këngët e duke ndjekur të gjitha vendet e tjera që realisht ka qenë një vit i cili ka pasur prurje shumë të mira. Edhe kënga fituese Austria është një këngë pa diskutim shumë e bukur dhe artisti ishte pjesë edhe e operas të Vjenës, kështu që ishte një artist që nuk mund të thuash që nuk e meritonte finalen, apo Izraeli i cili kishte një këngë po ashtu shumë të bukur dhe një performancë e cila i bëri për vete të gjithë, apo Franca. Kështu që kishte apo Estonia, apo Suedia, kishte figurë realisht shumë të mira, pavarësisht se ne si shqiptarë do donim që të fitonim ne, të kishim ne pozicionin më të mirë, unë absolutisht do të tregohem racionale dhe realiste dhe me tonë të tokë. Sigurisht që votat e tyre të publikut apo të jurisë në vendet janë vende të cilat kanë shumë popullsi. Edhe pse ne kishim mbështetja atyre tregoi që ishte më e madhe. Po mirë, domethënë duhet edhe një çik se përshtypja që un kam pas, po jo vetëm unë, besoj gjithë kemi pas, që duhet edhe një çik konjunkturë politike. Nuk e di, e shohim pak edhe si konspiracion atë votimin në fund tek Eurovisionin. E ke edhe ti këtë përshtypje që gjithsesi ka dhe një valencë politike? Kjo përshtypje, megjithatë çdo vit diskutohet për pikasje politike, geopolitike. Unë e kam ndjekur me shumë vëmendje votimin e këtij viti dhe mund të them që ka pasur 2-3 raste, 4 raste, maksimumi që mund të jetë votuar për fshirësi, sipas mendimit tim gjithmonë, por mendoj që është bërë në tërësi një votim i drejtë.
Të kuptoj. Pra një votim i drejtë. Unë mbaj mend, Katerina, që Eurovisionin e parë që kam parë ishte Eurovisioni i parë ku mori pjesë Shqipëria me Anjeza Shahinin, ti e mbaj mend, besoj që ne zum vendin e 7. Në mos gaboj, vendin e 7. Vendin e 7, po. Dhe ishte Eurovisioni ku ndoshta një Eurovision më herët kishte fituar Turqia me Sertab Erener, nëse e mban mend. Gjithsesi, pjesëmarrjet e Shqipërisë në Eurovision jo shpesh, po themi, na kanë sjell rezultate të pëlqyeshme, siç është ky rast. Pra, përmendim rastin e Anjeza Shahinit, përmendim rastin e Ronan Ishliut, përmendim rastin e Eugend Bushpepës, kënga e të cilit na pëlqeu shumë, po nuk e di pse nuk mori vlerësimin e duhur, dhe jo vetëm ne, gjithashtu dhe shumë të tjerë të huajve u kishte pëlqyer shumë, dhe rastin e fundit më kujtoti ndonjë rast nëse unë haroj. Shika, unë mund të them që nisur dhe nga viti i kaluar, ku ne nuk patëm mundësi që të merrnim pjesë apo të ishim në finale, fakti që ne këtë vit ishim në finale, dhe fakti që u renditëm në 10-ën më të mirë, është diçka pozitive. Kishte vite në fakt që Shqipëria nuk renditej në 10-ën më të mirë, po me sa duket, edhe artistët shqiptar kanë filluar të mendojnë më shumë për Eurovisionin edhe të krijojnë një këngë siç Eurovisioni e do. Mund të ketë dhe luhatje gjeopolitike apo lobime të ndryshme, nuk mund ta mohoj, por gjithsesi mund të ti që je brenda radio televizionit shqiptar